Eliona dhe Klodi përfshihen në një situatë shumë të ndjeshme. Ajo afrohet pranë tij, fytyra e saj e ndriçuar nga emocioni dhe zemra që i rreh shpejt, ndërsa ai qëndron i rezervuar dhe duket i paqartë për ndjenjat e tij. Atmosfera mes tyre është e ngarkuar dhe çdo banor qëndron duke vëzhguar me kujdes, duke ndjerë tensionin që mbizotëron në ajër. Pa asnjë paralajmërim, Eliona i afrohet Klodit dhe e puth në buzë. Momenti është i papritur dhe emocionues, fytyra e saj shpreh guxim, vendosmëri dhe një farë indiferencë ndaj çdo reagimi të mundshëm. Për Elionën duket se nuk ka rëndësi asgjë tjetër përveç asaj që ajo po ndjen në atë çast, dëshira për të shprehur ndjenjat e saj është më e fortë se çdo shqetësim tjetër. Klodi, megjithatë, duket i hutuar dhe i papërgatitur për këtë veprim. Ai largohet menjëherë pas puthjes, duke treguar se nuk ishte i gatshëm të përgjigjej në të njëjtën mënyrë. Shikimi i tij tregon një përzierje konfuzioni dhe pasigurie. Ai nuk dëshiron të vazhdojë momentin dhe zgjedh të largohet, duke e lënë Elionën të qëndrojë vetëm, por ende e ndjeshme dhe e qetë në vendimin e saj. Eliona qëndron pak e befasuar, por pa treguar shqetësim të madh. Lotët nuk dalin, por fytyra e saj shpreh një qetësi të çuditshme dhe një ndjenjë se ajo ka bërë atë që ndjente të drejtë për veten. Ajo duket se nuk e ka problem largimin e Klodit, sepse për të momenti i shprehjes së ndjenjave ishte më i rëndësishëm se çdo përgjigje apo veprim nga ana e tij. Banorët e tjerë shikojnë situatën me habi dhe pak nga pak fillojnë të ndjejnë tensionin dhe emocionin e momentit. Disa mund të ndjejnë keqardhje për Klodin që nuk përgjigjet, ndërsa të tjerët e kuptojnë vendosmërinë e Elionës dhe mënyrën si ajo sillet me ndjenjat e saj. Eliona qëndron pranë vendit ku Klodi sapo ka ikur, duke reflektuar për atë që ndodhi. Ajo përshkruan vetes se nuk ka gjë më të rëndësishme se të jetë e sinqertë për ndjenjat e saj dhe se çdo reagim tjetër i personit tjetër nuk e ndryshon atë që ajo ndjen brenda zemrës. Ajo mendon për guximin që tregoi dhe ndjen një lloj lehtësimi emocional që nuk e ka ndjerë më parë. Gjatë minutave që pasojnë, Eliona lëviz e qet në dhomë, ndërsa mendimet i shkojnë situatës dhe tensionit që u krijua. Ajo përsërit disa herë në vetvete se nuk ka rëndësi se si reagon Klodi, sepse ajo veproi sipas zemrës së saj dhe tregoi ndjenjat që kishte për të. Çdo moment i kaluar pas puthjes përforcon vendosmërinë dhe pavarësinë emocionale të Elionës. Ky moment zgjat gjatë, me kamera që kap çdo detaj, shikimin e vendosur të Elionës, reagimin e banorëve të tjerë dhe mungesën e përgjigjes nga Klodi. Qetësia që pason puthjen, ndërthurur me tensionin dhe emocionet e papritura, krijon një atmosferë dramatike dhe të ngarkuar që e bën skenën të zgjasë më shumë se 5 minuta video. Në fund, Eliona qëndron e qetë, duke reflektuar mbi ndjenjat e saj, ndërsa Klodi largohet. Momentet e heshtjes dhe reflektimit janë po aq të fuqishme sa edhe vetë puthja, duke treguar se Eliona ulet pranë ekranit të madh ku do të shfaqet një mesazh i rëndësishëm. Atmosfera është e qetë, por e ngarkuar me emocion, sepse të gjithë banorët e dinë se kjo nuk është një bisedë e zakonshme. Ajo merr frymë thellë, ndërsa sytë i ndriçojnë nga pritshmëria. Kur mesazhi i motrës së saj shfaqet në ekran, fytyra e Elionës ndryshon menjëherë. Ajo fillon të lexoj fjalët me kujdes, ndërsa zemra i rreh shpejt. Çdo fjalë duket sikur prek shpirtin e saj dhe i ngre emocionet në një nivel që nuk e ka përjetuar për një kohë të gjatë. Mesazhi i motrës është i ngrohtë, i dashur dhe mbushur me komplimente dhe falënderime për gjithçka që Eliona ka bërë dhe për mënyrën se si ajo po përballon sfidat brenda shtëpisë. Pak nga pak, emocionet fillojnë të shpërthejnë. Eliona ndjen një përzierje gëzimi, lehtësimi dhe mallëngjimi. Ajo nuk mund të mbajë lotët dhe një rrjedhë e lehtë fillon të rrjedh nga sytë e saj. Banorët e tjerë qëndrojnë në heshtje, duke respektuar këtë moment të veçantë, sepse ata e kuptojnë se sa shumë ky mesazh ka rëndësi për të. Eliona flet me zë të ulët për veten, duke përsëritur fjalët e motrës, duke u përpjekur të përtyp çdo ndjenjë që i lind. Ajo thotë se ndihet e vlerësuar dhe e kuptuar dhe se mesazhi i motrës i ka dhënë forcë të madhe për të vazhduar përditshmërinë brenda shtëpisë. Lotët e saj vazhdojnë të rrjedhin, por janë lotë lumturie, të mbushur me dashuri dhe emocion të sinqertë. Eliona përshkruan se sa e lumtur e bën fakti që motra e saj është krenare për të. Ajo thotë se kjo e bën të ndihet e mbështetur dhe e fortë, sikur një energji pozitive dhe mbush të gjithë trupin e saj. Ajo ndjen që nuk është vetëm dhe se dashuria familjare e ndihmon ta përballojë çdo sfidë brenda Big Brother.
Gjatë gjithë momentit, kamera e Big Brother kap çdo detaj, fytyrën e lagur nga lotët e Elionës, buzëqeshjet e saj të vogla që shfaqen ndërkohë që lexon mesazhin, dhe heshtjen e banorëve të tjerë që e shikojnë me respekt dhe dashuri. Shikuesit jashtë mund të ndjejnë ndjeshmërinë e momentit dhe lidhjen e fortë emocionale mes Elionës dhe motrës së saj. Eliona vazhdon të përsërisë fjalët, duke I mbajtur për vete dhe duke I shndërruar ato në një moment të fuqishëm reflektimi. Ajo ndjen një gëzim të madh, por edhe një mall të thellë për familjen e saj. Çdo fjalë e mesazhit duket sikur I jep forcë dhe shpresë për ditët që do të vinë brenda shtëpisë së Big Brother. Në fund, ajo merr frymë thellë dhe flet me zë të qetë, duke treguar mirënjohje për motrën dhe për gjithë dashurinë që I ka dhënë. Ajo thot se ky mesazh do ta mbaj gjatë në zemër dhe se do t'i shërbejë si një kujtesë se nuk është kurrë e vetme, pavarësisht sfidave dhe tensioneve të brendshme. Ky moment I gjatë, emocional dhe I ngarkuar me ndjenja të thella, zgjat më shumë se 5 minuta video, duke treguar qartë dashurinë e motrës, gëzimin dhe emocionet e Elionës, dhe ndikimin që një mesazh I sinqert mund të ketë mbi një person brenda shtëpisë së Big Brother. Eliona feston ditëlindjen e saj. Që në momentin që lajmi shpërndahet mes banorëve, atmosfera bëhet menjëherë e ngrohtë dhe plot pritshmëri. Të gjithë banorët fillojnë të përgatisin surpriza, dekorime dhe momente argëtuese për të, duke treguar se kjo ditë do të jetë ndryshe nga çdo ditë tjetër brenda shtëpisë. Kur Eliona hyn në ambientin kryesor, ajo ndjen menjëherë ndryshimin. Dhoma është dekoruar me balona, shirita dhe drita të ngjyrave të ndezura. Muzika e lehtë dhe ritmike fillon të luhet në sfond, duke krijuar një energji të gjallë dhe pozitive. Ajo nuk mund të mos buzëqesh, ndërsa sytë I ndriçojnë nga emocioni. Eliona fillon të kërcejë me ritëm, duke shfaqur gëzim dhe lumturi të pastër. Ajo lëviz lirshëm, duke marrë pjesë në lojrat dhe sfidat që janë përgatitur për ditëlindjen e saj. Çdo hap dhe çdo kërcim tregon se ajo po kënaqet maksimalisht dhe se është plot energji dhe pozitivitet. Banorët e tjerë e shikojnë me admirim dhe buzëqeshje, duke u bërë pjesë e festës dhe duke e inkurajuar të mos ndalet. Produksioni I Big Brother nuk kursehet në asgjë. Përveç dekorimeve dhe muzikës, ata I bëjnë edhe një surprizë të veçantë Elionës, një tortë të madhe me qirinj të ndezur që vendosen në qendër të dhomës. Kur ajo I sheh qirinë dhe tortën, fytyra e saj shndrit nga gëzimi dhe emocionet shpërthejnë në një buzëqeshje të madhe. Ajo merr frymë thellë dhe I dëgjohet qartë emocionet kur fryn qiring, duke bërë një dëshirë për këtë vit të ri të jetës së saj. Ndërkohë që muzika vazhdon, banorët fillojnë të këndojnë dhe të bëjnë lojra, duke e bërë momentin edhe më të veçantë. Eliona kërcen me të gjithë, duke ndjerë energjinë e tyre dhe duke u ndjerë e përkushtuar për këtë ditë të veçantë. Ajo ndjen një lidhje të fortë me shtëpinë dhe me banorët, sepse festa e ditëlindjes I jep mundësinë të ndjejë vlerësim dhe dashuri nga të gjithë ata që e rrethojnë. Gjatë gjithë kohës, kamera e Big Brother regjistron çdo moment, buzëqeshjet e Elionës, lëvizjet e saj të kërcim. Reagimet e banorëve dhe emocionet e përzierë që shpërthejnë në ambient. Shikuesit e jashtëm mund të ndjejnë gëzimin dhe atmosferën e ngrohtë të kësaj feste, sikur janë vetë pjesë e momentit. Festimi zgjatet për minuta të tëra, me Elionën që kërcen, qesh dhe merr pjesë në çdo aktivitet. Ajo ndjen se kjo ditë është vetëm për të, dhe se të gjithë kanë menduar për mënyra të ndryshme për ta bërë të lumtur. Çdo detaj, çdo buzëqeshje, çdo kërcim kontribuon për të bërë ditën e saj të paharrueshme. Në fund, Eliona ndalet për pak sekonda, merr frymë thellë dhe vështron banorët që e rrethojnë. Ajo ndjen një lumturi të madhe dhe një ndjenjë falënderimi të thellë. Muzika vazhdon të luhet, por momenti I saj I veçantë është I gdhendur në mendje dhe në zemrat e të gjithë atyre që e ndjekin. Ky moment I gjatë, plot emocion, gëzim dhe atmosferë festive, zgjat më shumë se 5 minuta video, duke treguar qartë lumturinë e Elionës dhe përkushtimin e Big Brother për ta bërë ditën e saj të paharrueshme. Alba gjendet e vetme në një cep, me shikimin e ulur dhe me frymëmarrje të rënduar. Qetësia përreth saj duket sikur e shtyp edhe më shumë, ndërsa mendimet I vërtiten pa pushim në kohë. Papritur, emocionet që kanë mbajtur të fshehura për një kohë të gjatë fillojnë të dalin në sipërfaqe. Alba shpërthen në lodh. Lotët I rrjedhin pa ndalur dhe fytyra I dridhet nga ngarkesa emocionale.
Ajo flet me slotësh, me zë të thyer, duke thënë se ndihet si një dështim total. Fjalët i dalin me vështirësi, sikur çdo fjalë t'i rëndoj edhe më shumë në shpirt. Ajo përsërit disa herë se nuk ja ka dalë, se gjithçka që ka bërë i duket e gabuar dhe se, sipas saj, nuk meriton asgjë nga ajo që po ndodh në shtëpi. Ndërsa flet, Alba mban kokën me duar, sikur po përpiqet të ndalë mendimet që e mundojnë. Ajo thotë se është lodhur duke u përpjekur të jetë e fortë dhe se brenda vetes ndihet e zbrazët. Çdo fjalë që shqipton është e mbushur me dhimbje dhe zhgënjim ndaj vetes. Ajo shpreh ndjesinë se gjithmonë ka qenë e keqkuptuar dhe se çdo hap që ka bërë e ka çuar drejt këtij momenti të vështirë. Lotët nuk ndalen. Alba fshin fytyrën, por menjëherë syt i mbushen sërish. Ajo thotë se ndihet e pavlerë dhe se nuk e sheh më veten si dikë që meriton vëmendje, respekt apo dashuri. Zëri i saj her pas here ngrihet nga emocioni, her tjetër ulet pothuajse në përshpëritje, duke treguar sa e thyer ndihet në atë çast. Kamera kap çdo detaj, duart që i dridhen, shpatullat që i bien poshtë, sytë e skuqur nga lotët. Alba vazhdon të flasë për zhgënjimin që ka ndaj vetes, duke thënë se ndjen sikur ka dështuar jo vetëm në lojë, por edhe si njeri. Ajo e përshkruan veten si dikë që nuk ka arritur pritshmëritë, as të vetat dhe as të tjerëve. Me kalimin e minutave, monologu i saj bëhet edhe më i gjatë dhe më i thellë. Ajo ndalet her pas here, merr frym thellë dhe vazhdon sërish, sikur ka nevojë t'i nxjerrë të gjitha ndjenjat që i janë grumbulluar brenda. Alba përsërit se nuk meriton asgjë, duke e thënë këtë me një bindje të dhimbshme që reflekton gjendjen e saj emocionale në atë moment. Ky shpërthim emocional zgjat gjatë, duke e mbushur hapësirën me një ndjesi të rënd trishtimi. Çdo sekondë e videos pasqyron luftën e brendshme të Albës, pasigurinë, lodhjen dhe ndjesinë e dështimit që ajo po përjeton. Momentet e heshtjes mes lotëve janë po aq të forta sa fjalët që ajo thotë, duke treguar qartë se sa e ngarkuar emocionalisht është. Në fund, Alba mbetet e ulur, ende me lot në sy, duke u përpjekur të qetësohet. Edhe pse fjalët pushojnë për një çast, emocionet vazhdojnë të duken në fytyrën e saj. Ky moment i gjatë dhe i rënd emocional shpalos plotësisht gjendjen e saj të brendshme dhe zgjat më shumë se 5 minuta video, duke e bërë një nga skenat më të forta dhe më të ndjera brenda shtëpisë. Lëndrimi dhe Benita përfshihen në një debat të hapur, ku emocionet janë të ndezura dhe fjalët dalin me forcë. Atmosfera është e ngarkuar dhe çdo banor qëndron në heshtje për të parë se si do të zhvillohet ky përplasje. Lëndrimi fillon debatin me një ton të prerë dhe të ashpër, duke i thënë Benitës se mendon se ajo nuk ka ndjenja të sinqerta për Klodin. Ai ja akuzon atë se e pëlqen Klodin vetëm për lojë dhe për të fituar avantazh brenda shtëpisë, dhe jo sepse ka ndjenja të vërteta. Fjalët e tij bien të rënda dhe të drejtë për drejta, duke i bërë të gjithë të ndihen tensionin që përshkon hapësirën. Benita e dëgjon për pak çaste, me fytyrën e ngurtësuar dhe sytë e ndritshëm nga emocionet. Ajo nuk mund të pranoj menjëherë atë që po thot lëndrimi dhe fillon të reagoj, duke i thënë se ai po gabon dhe po interpreton situatën gabim. Ajo shpjegon me zë të lartë se ndjenjat e saj për Klodin janë reale dhe të sinqerta dhe se nuk ka as pak qëllim të përdor askënd për lojë. Debati vazhdon me ndërprerje të shkurtra, ku secili përpiqet të mbrojë qëndrimin e vet. Lëndrimi thekson se veprimet e Benitës gjatë ditëve të fundit e kanë bërë të dyshojë dhe se ai ndjen që gjithçka është një strategji për të fituar simpati ose për të manipuluar situatën. Ai përmend momente të vogla ku Benita është afruar me Klodin ose ka treguar sjellje që sipas tij nuk reflektojnë ndjenja të vërteta. Benita, e ndjerë dhe e acaruar, i përgjigjet duke i thënë se nuk do të lejoj që ndonjë teori ose dyshim i lëndrimit ta bëjë të ndjej faj. Ajo shpreh qartë se nuk ka luajtur lojë me ndjenja dhe se çdo veprim i saj ka qenë i sinqert. Fjalët e saj dalin me vendosmëri dhe emocion, duke treguar se ajo nuk do të lejojë të nënvlerësohet ose të keqinterpretohet. Lëndrimi, megjithatë, nuk dorëzohet. Ai shpreh se xhelozia dhe ndjenja e tij e bën të dyshojë dhe se ai nuk mund të pranojë fjalë pa prova. Ai i thot Benitës se nuk është e mjaftueshme vetëm të thuash se e do dik, veprimet tregojnë shumë më shumë dhe. Për të, mënyra se si ajo sillet me Klodin e bën të dyshojë. Debati zgjat për disa minuta, ndërsa tensioni rritet.
Banorët e tjerë e ndjekin me vëmendje, disa duke u shqetësuar për intensitetin, të tjerët duke u habitur nga sinqeriteti dhe vendosmëria e secilit. Momentet e heshtjes ndërmjet fjalëve janë po aq të forta sa edhe vetë debatet, sepse secila ndërhyrje e Benitës ose lëndrimit është e mbushur me tension dhe emocione të thella. Benita përsërit disa herë se ndjenjat e saj për Claudin janë reale dhe se nuk do të lejojë që dyshimet e lëndrimit t'i prishin ndjenjat. Ajo thotë se e do Claudin me gjithë zemër dhe se nuk ka kurfar strategji ose manipulimi në këtë ndjenjë. Lëndrimi vazhdon të kundërshtoj, por zëri i tij humbet pak nga pasiguria që po ndjen për situatën. Në minutat e fundit të debatit, Benita përmbyll qëndrimin e saj me një ton të prerë dhe të qartë. Ajo nuk do të luajë lojë me ndjenja dhe kërkon të respektohet për sinqeritetin e saj. Lëndrimi mbetet për pak i hesh,